Hajde. Pra jemi ke Fakir Dod Luka. Që s'kishte kas në kamion. Pa, një sekund që është puna. Ka pas kamion, ka leqin 2001 për të lëviz licencë për transportu madra me kamionqinën e ti. E shiti atë makinë që shiti, a i që e bleu i ndroj targat. Ky bleu i makinë tjetër, ndroj targat. Gjitha këto me letër, ta shpetë rëgoj ma vonë, në qekerët gjitha të regjistrume. Një ditë bukur tu ke në shpi ky, I dolën tatimorët, qarë? I kanë banë i gjobë. Doli qeta tatimorëve. Doli qeta tatimorëve, ndërkohë që unë pas kësaj nate, këtë gjobë, këtë akt konstatimi do të qenë prokurorisë, sepse kjo, përveç se nuk ka qenë fare Doda, aty do të rregoj gjitha që nuk ka këtë targë me etj, ka dhe një firmë falsifikuar me Dodës. Kjo është firmë? Po, firmë, nuk e di ku që ka vonë. Do dhe nuk është ai ka qenë tu po më bet dhe ka shgarravit. Jo, ka shkruajt refuzoj dhe kanë vonë firmën në emër Dodës. Ky tashmë, ky për të rëbal do të jetë në prokurori. Ja, pas ka kjo. Përveç se ja keni këput si ka Opelës, keni vënë dhe firmën vetë. Si ka Opelës? Kështu quhet, po. E kupton ti, domethënë. Po kao me pelë. Ja ka. Ndjenje Dodën në shkretjes thot, çfarë nuk e di më, por kam kaq vite në rrugë, s'na ka kërku kush. Dod, skeç ka me bë Dod, ka kap qeta tatimorëve s'ke ka shkon. Se mos më merr në qafë Pjetër. Do shiko, se Dodës i kërkojnë këto, po. Faturat. Po këto ma kamioni këtë. E ka Doda këtë. I dun kasën më ta marr. Po kasën, ku me lidh korrentin më ty të shit zoti fare me gjithë kasën. Ndigje Dodë në shkret, ndigje. Pse e drejtuar në emision që thu? Më kanë gjobit 1 milion lek, 1 milion lek gjob për të tatimet, me fjalë të tatimet, për arsye thonë për kasë fiskale, që në një kohë që unë s'kam lidhje fare me kasë fiskale, unë jem thjesht transportues me kamion, me licencë që në 2001. Gjobën unë e kam hangër në 2014, me datën 2/12/2014, që një kohë unë jam me tjetër targë. Ndryshuar targën si biznes, ta quajmë si biznes tëndin, e ke ndryshuar në QKR? Po, ja, QKR, ku është QKR këtu. Edhe unë ekzistoj me AA 683DM, targa që e mjetit tem, që unë punoj. Kur është ndryshuar si targë? Qarë viti? Targa është ndryshuar që në 2011, këtë se kam një gjuhë, se asë ma atë mend një herë ne të më ketë në lukush, ne i policë për shumë që të më ketë kërkuat, ma ketë kërku kush, asë se dim se është në ligjë fare, ne kem ato model 4 bloqe, që fatura për shumë për me TV shërën me gjona, i kena me fatura, në një kohë që në kanë danë para 2 vjetësh, diçka t'il, në kanë danë me fjallë blok të vogën që zëvendësën kasën, po, një blok. Pa ma, këte s'bat fjallë. Në aktin e konstatimit, juve keni firmosur atje? Jo, s'm kanë alu kush për këtë punë, jo ma që s'bat fjallë, këto janë vetëm falso, që thonë, nuk e di asun se kuptoj fare. Për do qatë ka gjetë. Halli madh ka zonë o dodë. Ma o dodë mos u tut. Me ketë keni turpru tanë mirë ditën. Do kasa, do korrent, do kompjuter, do një printer, kjo kasa. Nuk e di unë atë, e da në makina, do me majtë atje në zyrë, nuk e di. Apo t'i vëri Doda dhe 2 antena wireless dhe t'a bëj qëndër internetit, po që keni këto, bre. Pra kam tu ekstraktin e marrë nga QKR, si që e pa dhe në ekranet tuaja, po të ndalem pak më gjatë. Kupton, thot QKR, Qendra Kombëtare e Regjistrimit. Se më ngrive gjatë. Jo, më se su pare. Thot, 9 i pari 2009, është regjistrum Doda, Tiranë, tërë, më thënë Tiranë, targa tërë, 2126 F. Kjo është makina, të cilës i kanë vënë gjobë këtu. Më thënë, kjo është fleta e gjobës me këtë targë. Po çka ndodhur me këtë targë? Më lenë pak ta sjaroj. Mos më ndërprim, le pak. Jo, mos më ndërprim. Sjaroje. Bukur fort. Në 10 i pari 2011, Doda e shet këtë makinë. Dhe ai që merr këtë makinë, e ndronë këtë targë. Po se s'mund ta moj, sa është targa Dodë. Po, bukur fort, edhe me një 1989 lë. Makina që ka pas Doda, si me thonë, që makine ka qenë mërë? Nuk e di. Një man. Një man i bukur, po, bukur. Undru targa. Po. Hupi kjo, 2126 hëja. E palosën targa, iku targa. Iku, pre. Në 23/4/2012 që kemi ekstraktin e QKR-s, Doda ka një makinë tjetër, është Mercedes-Benz kjo. Me targë. Këto trejat, 683 DM. Doda kështu. Doda. Ka ble Benz. Ta gëzosh për Doda. Ta gëzosh. Pra Doda, ka tanë vitin 2014 që ka marrë gjobën, ka lëviz me Mercedes-Benz. Me këtë targë, pra. 683 DM. Mirë, po Doda si figuro ka emri dhe me makinën e vjetër, me targën e vjetër. Se di, këte nuk e di, se në QKR nuk është, vetëm këtyne tatimeve u del këshu. Edhe
Janë qa një u del më, e kanë shkru me dorë, Po me dorë. Kanë qenë një ditë ullë, jam i sigurt me një lokala ku drejshin dy unë, që thot 2012-2014, Tiranë. U mush shkupa do të... Ja, nuk e kuptoj që në shkrut. Qa drejt një shkrut? Po kjo s'është tatimor, kjo është farmacist. Qa drejt një shkrut? Bazuar pëllesh Lele, 7 DT 02 që ke këtë shkrut. Një sekund. Targa duke qartë, thotë Tiranë të rë, dhe më thë 21-26 fë, ajo që... Po, e vjetra. Ka ik, thotë... Makina man, është bashkim Musai. Musai apo Muzdai? Musai, po. Kolaj, që shkundu? Nese, një nga to emrat. Pa nuk e la me kaj të punë. Jo, nuk e la me kaj, sepse do da është i rinë në drejt vetë, kupton, i ka gjitha. Ju drejtuam organet kompetente. Organeve kompetente. Jo vetëm organeve, po dhe kompetente. Dhe kompetente, që janë tatimorët e Tiranës, dhe më pas të përgjithshmes. Ja, këto janë organet kompetente që unë kam më qef nga gjitha. Janë komplet kompetente. Kompetente, se mendova se... Ndilje pak. Mishte emision që thu, këtu jemi tek Drejtoria Rajonale e Tatimeve të Tiranës. Erdhëm për të marrë një informacion në lidhje me çështjen e qytetarit Dot Luka, të cilit i është vënë një gjopë dhe sipas atij thotë se është e padrejtë. Ne takuam drejtorin rajonal tek këtij institucioni dhe na thanë se duhet të cilëm një shkresë zyrtare. Kjo është shkresë zyrtare dhe ne po ja dërgojmë. Ne erdhëm në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve për të marrë informacion lidhur me këtë problematik. Gjithashtu kemi bërë edhe një kërkesë në drejtorinë rajonale të Tiranës dhe kjo e fundit na ka thonë që nuk mund të japë asnjë informacion sepse nuk jep të dhënat e një personi tjetër pa qenë prezent. Ndërkohë që edhe qytetarin ne kemi prezent, erdhëm edhe në drejtoritë përgjithshme dhe nuk na përgjigjet asnjë njeri, as zyra shtypit, as drejtoresha e përgjithshme. Organet kompetente janë aty. Pra, bleta punëtore, drejtoresha e përgjithshme të tatimeve që punonte si blet punëtore, nuk ka as zyrë shtypi që të presi gazetarin ton, nuk ka as gjë. Se keni gjuhë mirë. Se qash? Unë jam një grerës që kryeministrin bëri blet punëtore. Ama, blet punëtore është kur takon kryeministrin. Se kur na takon ne, është një grerës ajo. Amor Dot. Do ta marrim një përgjigje në Dot. A shef kur regjistrohesh në QKR? Futesh sistem. Çfarë tu desh ajo punë? Dhe më i palë tarë gazetori diku. Si i punoshim kod pa blokut, mërë. Ishim mirë më në kod pa blokut dhe tarë gazetori punoshim. Jo me lakë se nesër, 4 gazetari kam pa punë, me thënë drejten. Se është koha ngrot. Ore, ato në QKR, disit presin kur hynë? Jo, në QKR, më kam prit më QKR. Jo, e kam lafë. Këtë drejtoresha përgjithshme tatimeve. Do shkosh atje. Sa del prej shtëpijet? Se më pëlqen shumë ky momenti kur dalin prej shtëpije këto. Ajo apo ti? Ajo me no, që është më nga mund. 4 gazetar. Fan krahët e saj për grerze. Edhe, domethënë 2 këte, edhe një 2 nga to. Shogu. Shduat të japi përgjigje, pse do ta ka marrë gjop. Po nuk qove gazetar grerz, ajo do t'ikin nga qatia shtëpisë. Nesër, tash me shef një interviste, do flasi. Kthehemi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.